fjallën pa ta jep fjallën. Kjo punë o kry. Mos ndodh mu qu pa ta jep fjallën, se se merë. Faleminderit ministre. Tani mos ndodh mu qu pa ta jep fjallën, se se merë. Ullun vend, deputet, lutem. Ullun vend. Ullun vend se nuk e merë fjallën pa ta jep fjallën. Kjo punë o kry. Lexoj rregulloren e punës kuvendit dhe e sheh se kush është përgjegjës për me dhënë fjalë në kuvendin e Kosovës. Uluni në vend, kur ta jap fjalën e merrni fjalën. Përndryshe nuk i më marr fjalën. Dhe nuk ka kjo të bëj as pak me inate. As pak nuk ka të bëj me inate. Por me respekt të institucionit, duhesh më mësu me respektu institucionin. Ministra ju ka referu grupit parlamentar të PDK-s, prandaj e ftoj kryetarin, zotin Hamza, që ta merr fjalën.